Shqipëria ka një shans sot në mbrëmje që të bëhet fituese e Eurovisionit 2025. Pse po e them këtë dhe sa shanse reale ka, do t'ju shpjegoj pak më pas. Sot në mbrëmje, në Bazel të Zvicrës, Shqipëria do të performoj në natën finale të Eurovisionit midis 26 këngëve të përzgjedhura për finale ndër gjithë pjesëmarrësit e Eurovisionit të këtij viti. Shkodra elektronike me këngën Zjerm e Kol Lacës dhe Beatrice Gjergjit do t'jenë në natën finale me një avantazh që rrallë e ka pasur në një performancë shqiptare në vitet e mparshme. Më pas do ju tregoj edhe pse kush kanë qenë performancat shqiptare, kush ka pasur shanset më të mëdha. Sipas CNN, e cila ka publikuar dje një renditje të këngëve me më shumë shanse, 26 këngëve me më shumë shanse për të fituar Eurovisionin, Zjerm i Shkodra Elektronike renditet e para me shanset më të mëdha për të bërë fituese e Eurovisionit të 2025-s. CNN-i i kthehet një miksimi, po them, të reagimeve të publikut, të komenteve të publikut, të reagimeve të specialistëve të Eurovisionit që e kanë ndjekur atë në vite, specialistëve të muzikës dhe padyshim edhe pjesëtarëve të cilët ndër vite kanë qenë pjesë e jurive të Eurovisionit. Natyrisht, Eurovisioni ka një sër të papritur, siç është vota publike, vota që mund të t'japin vende tjera, shpeshherë votimet më shumë se sa artistike dhe të performancës janë dhe votime geopolitike, pra që lidhen me raportet midis shteteve, por një gjë është e sigurt, përderisa CNN e rendit Shkodrën elektronike dhe këngën Zjerm, pra performancën Zjerm, e cila kësaj herë është në Shqip, ndër vendet e para, pra në 26 vende thotë që Zjerm ka shansin më të madh bëhet fituese e Eurovisionit, Shqipëria ka një shans që të fitojë realisht Eurovisionin. Do doja t'i bëja një thirrje të gjithë emigrantëve shqiptar, të cilët jetojnë në territorin evropian, por jo në Shqipëri, sepse votimi me SMS nga Shqipëria nuk ka vlerë, nuk llogaritet, siç nuk llogaritet votimi i asnjë vendi që vjen nga vendi i origjinës, por shqiptarët që jetojnë në diasporë, shqiptarët që jetojnë në Zvicër dhe që janë një prej komuniteteve më të mëdha shqiptare në të gjithë Europën. Shqiptarët që jetojnë në Gjermani, shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe, shqiptarët që jetojnë në Itali, shqiptarët që jetojnë në Greqi, shqiptarët që jetojnë në Spanjë, shqiptarët që jetojnë në Holland, Belgjik, në vende tjera të Europës, të dërgojnë me SMS votën e tyre për këngën shqiptare, për këngën Zjerm dhe Shkodra elektronike. Vota e publikut ka vlerë të madhe. Në performancën në festivalin shqiptar të këngës në dhjetor ishte reagimi i publikut që çoi Shkodrën elektronike në vendin e parë fituese dhe dërgoi atë në Eurovision. Tani ka mundësinë që pikërisht në Eurovision të jemi këngë e parë, pra të jemi fituese e Eurovisionit. Do ishte një mrekulli për Shqipërinë që të ishte vendi i parë në muzikë në Europë, natyrisht në Eurovision, flasim në një vit, dhe të fitonte Eurovisionin. Ka ndodhur që në raste të tjera vendet vogla si Republikat Balltike të fitojnë Eurovisionin, kështu që nuk është ndonjë çudi që dhe Shqipëria mund të fitojë Eurovisionin. Natyrisht ka dhe kalkulime tjera, ku do zhvillohet festivali, si do prezantohet, sepse Shqipëria ndoshta deri para pak kohësh nuk e kishte infrastrukturën për të organizuar një festival evropian, por me këtë që ka ndodhur ditët e fundit, ku ishte edhe samiti evropian, mendoj që Shqipëria e ka mundësinë edhe nga struktura hoteliere, dhe nga mikpritja, dhe nga aeroporti, edhe nga salla që të mund të realizojë një festival europian në Shqipëri. Kështu që votoni, ju bëj thirrje edhe një herë gjithë shqiptarëve, votoni Shkodrën elektronike dhe performancën e Zjerm. Shpresojmë që sot mbrëmje Shqipëria të ketë realisht shansin që të bëhet fituese e Eurovisionit. Po i flas nga një prej vendeve më të bukura në Shqipëri. Kamera mund të vi rrotull për treguar. Jam në fshatin e Dërmiut, në zonën e vjetër të fshatit Dërmiut, një prej fshatrave më të mrekullueshëm që Shqipëria ka. Shiheni se si ky fshat është kthyer në vitet e fundit në një nga vendet më të vizituara nga të huaj dhe të gjitha review-t që vijnë nga ky fshat janë të mrekullueshme. Është një miksim i traditës shqiptare me ndërtimeve fantastike të vjetra, flas me mahnitjen e detit dhe bukuritë e natyrës. Disa ditë më parë, këtu u zhvillua Giro d'Italia, madje është një moment kur komentatori i rajt e konsideron një prej fshatrave më të bukur me mbi 31 kisha, siç tha ai. Tani po i rikthehem pak Eurovisionit, po mundohem t'ju sjell disa dhëna. Shqipëria ka marrë pjesë në Eurovision
në 21 pjesëmarrje. Pjesëmarrja e parë është ajo e vitit 2004. Në 2004 Shqipëria u përfaqësua me Anjeza Shahinin dhe arriti jo vetëm të hynte në finale, por arriti të renditet e 7-ta ndër gjithë pjesëmarrësit, duke shënuar një rezultat spektakolar për pjesëmarrjen e saj të parë, në 2004 në Stamboll, në mos gaboj. Aktualisht, sipas të dhënave statistikore, Shqipëria ka marrë pjesë 21 herë që nga 2004 deri 2025, ka arritur 12 herë në finale, pra më shumë se gjysmën e pjesëmarrjeve të saj ka shkuar në finale. Vendin më të mirë të saj e ka në vitin 2012 me Rona Nishliun, e cila në atë kohë doli e pesta me këngën Sus, arriti vendin e 5 dhe juria kishte një, po e quaj një vlerësim të jashtëzakonshëm për mënyrën se si ajo performoi dhe për këngën e saj. Në 2004, pra 8 vjet më parë, Anjeza Shahini zuri vendin e 7 me The Image of You, dhe në 2018 ishte Eugen Bushpepa me këngën Mall, që zuri vendin e 11 duke marrë 184 pikë. Pra kemi qenë të 5-tët, të 7-tët dhe të 11-tët në 3 finale. Në 2004 me Anjeza Shahinin të 7-tët, në 2012 me Rona Nishliun të 5-tët, që është rezultati më i mirë ever që Shqipëria ka arritur, dhe me Eugen Bushpepën në 2018 të 11-tët me 184 pikë. Performancën më të dobët e kemi pas në 2007, kur jemi renditur 17 në gjysmëfinale, pra nuk kemi arritur të hyjmë finale, dhe vitin e kaluar, kur u renditëm 15 dhe nuk arritëm të hyjmë në finale. Pra sikur se thash dhe njerë, vendi më i mirë është vendi 5 në 2012, vendi më i keq është i 17 në gjysmëfinale në 2007. Asnjëherë nuk kemi dalë pa pikë, dhe kjo është për të përshëndetur, por nuk kemi pasur asnjëherë një fitore. Tani, çfarë mund të ketë Shkodra Elektronike? Po ju lexoj fjalë për fjalë se çfarë thuhet. Thuhet që një prej sondazheve më serioze të realizuar nga Wiwi Blocks, Shqipëria zuri vendin e parë me 11.11% votave, duke treguar mbështetjen më të madhe nga publiku. Pra fjala zjerm nga publiku evropian është renditur e para, duke pasur shansin që të ketë një mundësi për ta fituar realisht performancën. Kol Laca dhe Beatrice Gjergji, Shkodra Elektronike, janë krijuar në vitin 2019. Ata kanë qenë një lloj befasie, ka një miksim të traditës, performancës tradicionale me notat elektronike, dhe që është edhe një stil shumë interesant. Ndërkohë, që është më e bukur është që Beatrice Gjergji ka bërë ka tërhequr mjaft vëmendjen edhe me fustanin e saj, që siç tha ajo, i është dizenjuar nga e jema, nga mamaja, dhe siç tha ajo, mamaja ka qenë edhe dizajneri i të gjithë grupit tonë që prej momenteve të para të krijimit të tij. Pra ju thash dhe njerë, Shqipëria sot do të performoj në Basel në finalen e Eurovisionit midis 26 vendeve. CNN e rendit atë të parën në mundësinë e fitimit të titullit në Eurovision. Do ishte një super fitore që Shqipëria të arrinte të merrte vendin e parë në Eurovision, ndaj përveç performancës, përveç asaj që duhet bëjnë artistët, përveç lobimit që mund të ketë bërë RTS-ja, gjëja më e rëndësishme është votoni performancën shqiptare. Votoni Shkodra Elektronike dhe këngën Zjerm, me shpresën që Shqipëria do ketë një vend parë në Eurovision. Nga fshati Dhermiut, një përshëndetje për të gjithë ju që jeni duke më ndjekur.